Me ty e ka. Unë të ka bërë follow o zemër, të ka bërë follow edhe të profilimi i parë. Si ti karin duke. Jo ti më duke që thua gënjeshtra tani, ë? Ama grande, bravo, grande, bravo, grande. Më ke follow, Spiri? Se s'doje të bëje live me mua o zemër? Kur? Po tani. Prit pak se nuk di shumë mirë të flas hipun. Asun, mos me ndo. Na ku jeti? Unë jetoj në Itali, në Milano. Po ti? Unë jam grek, jetoj në Greqi. Po të ti të flasë shqip? Tani është shumë i ma historin. Kishe një dashnor. Shumë i ma. Ua, kështu e mësove? Po. Shumë super. Bravo. Tani, o quna, të filloj me nëj pytjene? Fillou. Jo i vështira, se më shikojnë pritni. Vazhdojnë, jo. Kozak thot pyeti këta, kush nga këta e ka bythën më të bukur? Grande. Kush mendoni se e ka bythën më të bukur nga njëri tjetri? E ka grande më të bukur. Jo, do të komentonin këtu poshtë, do të komentonin këtu poshtë. Komentoni quna kush e ka bythën më të bukur? Komentoni pak. Grande, thënë gjithë me rëpë shpi. E dina ta. E kanë parë bythën ti më bandaj. E ka parë edhe unë s'ne për t'ja futur do jërë. Për i këtë thash. Grande, pas ka bythën më të bukur. Edhe Meti Seni po komenton, grande, thë. Që është Meti? Meti është kjo Ju, shifeni pak si tipi, qa menimi keni për këtë? Si ju duket? është i qishëm, apo, jo, shifeni? O shpirë, si të huan ty? Giulio. Nice to meet you. Nice to meet you, Besti. O Giulio, shikoj pak, është tip i qishëm kë? Ha? Është një djali bukur, për nuk është tipi. Si do t'i vla? Si dua unë. Sa po ti grande. Po kemi në një bythgjir tjetër. Kjepe o kurve modit, o kokë... Jo se për shaka, Giulia do të rastu, më rafshi. Giulia. Giulio, qa të thoja unë... Po s'kene i shok tjetër? Po për qatë duhet? Po për qatë që? Ta futi mu në byth, ta futi. Ne, Ta vje që jeti Giulio? 22. Po ti grande? 25. 25. Po ti Kozak, sa vjetë që? Po unë jam kalama? Ua, kalama duke është ti. Sa vjetë që? 21. Ua! Po! Nuk është që s'te një, ja. Kozaku do jetë 20. Ja, të i qivem. Po, sa vjetë që? 32. 32. O grande, ty fëkuj i këtit. Vazhdoj me pytjen. Kozak të të pyte Giulia, a gjelozoni me njëri tjetërin, për shumë me këtë granden, mund keni gjelozi nda njëri tjetërin? Ja, me mua nuk ekzistojnë këtë gjëra. Se unë e di ku sham, nuk kam nevojë. Shumë gjeloz, kështë për t'i qirë kur mund t'i lërë. Je gjeloz shumë. Për qa të jam në gjelozu? Gjeloz. Je gjeloz. Tani të bëjmë, shive qa erdi një mesazh, Kozak thot, jemi nga konkurs Bukuria, konkurs Bukuria number 1 në Europë. Jam menaxheri, thot, i propozoj Grandes edhe Giulias për një sfilat, për fustane. Mund të merrni pjesë? Qa the, nuk kuptova? Me vesh fustane. Për këto collab mund të më shkruash në Instagram, Kozak.
Apo në game. Vazhdoj me pyetjen e radhës. Kozak thot, pyetje pak Granden. Grande, a është e vërtet Grande, që kohët e fundit ke filluar të qihesh edhe për qef. Jo vesh me interes, të uqi për qef shoku. Ka ndodhur që të qihesh për qef? Jo, qirja për qef do të thot kështu. Të qihesh për qef, do me thënë për qef. Po, Për qef e të qihesh. Ka dhe qirje për interes. Nuk të thash, nuk të pyesësh kështu. Nuk ka pyetje normale, i qifsha ropse. Normal, ti si hiesh? Unë nuk qihem. Nuk hiesh ti, bythiri fseuras, nuk hiesh. Bythqir, unë. Hepe tani, vazhdo. Jo këtu, edhe po t'isha bythqir, shumë ka lindur zoti, qa të bëja, vari kari. Mirë ben, mos jes të fseuras. Unë nuk i shaj bythqirat. Ç'pun kam unë me bythqirat? Ti shi bythën tate. Qa problemi kam unë? Se shihesh ti mbyth? Po m'plasi mërkari, shiu më mbythën. Por shiu në bythë, në goje, në pjellë. Qa problemi kam unë? Qa më hymë unë punë? Qa më bëndi? S'kam problem që jem bythiri fseuras. Jo, s'jam, po t'isha të të thosha. Po. Vazhdoj me pyetjen e radhës. 12.000 veta këtu brenda, qa bendi? 12.000 veta, 12.800, jo 12.000. Mirë, pyetja tjetër tani. Pyetja tjetër, Kozak thot pyete Giulia. Giulio. Ti e kalon kohën e lirë. Dal me shok, dal vetë të kërcej, kur kam kohë lirë. A di me kërcujo, Giulio? Jo. Kozak thot pyete Granden, sa herë në javë kryen marrëdhënie seksuale, ose në klap, a thot, sa herë në javë qihesh? Do iki, vërtet po them. S'kam nevojë, ika. Mirë, ri sistema gjë. Ri sistem gjë më. Kozak thot pyete Granden, thuaj pse je kaq i mirë. Ja dhe pyetjet mia. Ja ti shikoj një çik telefonin. Ja, ku. Ku i pyutin? Ja ta shikoj një çik atë. Do t'rregoj emrin e botit, se i qive modën ti tani. Ka emër aty, ka numër. Të Po ti WhatsApp. tregova numrin aty të live, unë jam rotkari. Ti nisi numrin tim në live kurve mutit. A di që ta kam nis numrin tat, kam pasjen shumë ndrueshë. Shifsha terror. U fiksova me ty, edhe dhash numrin. Ma kërkoj njoni faktikisht, jo ma jep, jo më vunin sen. Kam sen në kërkoj. Ai vasi, ja. Kush e thuar? Jo e thu, jo se thu, i shiva ro pipa 2 viza, e thash. Kari. Ingre kurve mutit. Kjo është prajva, si s'mund të bëjnë këto gjëra, njërza. Faleminderit Giulio. Është e vërtet. Kur je ke njohur këtë Granden? Unë e kam parë shumë herë në TikTok. Ta ka ngrehur apo ja ka ngrehur? Edhe unë e kam parë në TikTok, e kam parë në disa live, shu edhe i bëra follow edhe unë. Nuk me kishe bërë follow, mos gjenjen. Të kam bërë follow, moj, qa thua? A thua ti, moj? Ik shiko mirë tani se më acaron nervat. Ik shiko. Moj, po t'ka bërë follow, moj, t'ka bërë. Shqepe buqën të i bëhirë fsheurans. T'ka bërë, moj, t'ka bërë. Të kam bërë, 2-3 ditë më pas. Jo sot. E ti s'ke parë, ë? Shumë mirë. Vazhdoj me pyetjen e radhës. Kozak thot pyetje Granden edhe Giulio njëkohësisht. Është e njëjta pyetje për të dy. Jemi meçi. Pyetja është: Kozak thot pyeti këta të dy dhe të na kthejmë përgjigje me radhë. A është e vërtet që përdorni lodra? Falso, përdorni lodra? Përdor ti, Giulio? Jo. Kur nuk e përdorur? Kam përduar. Ke përdorur? Tani s'kam nevojë. Pse? Se kam ty. O të qifsh. Po jo mua, pa jeva qarë, tani më le mua, janë gazetare, bërë mos ngatro më me këto punë.
Ti ke përduar ndonjëherë falcë? Tani themi të vërtetën. Ore shok, kot prit se ka ardhur mesazh varikar. Kozak thot pyet e pak Granden. Ore të ngrefet byth aty apo si është puna? Që ta marrim vesh në neve, tamam, si publik që jemi. Të ngrefet bytha shoku apo si është puna? Jo pyet në Milan. Jo, kam për ta pyet edhe këtë. Do ta pyes. Jo. Ore mirë, tjerave i ngrefet për shembull dikujt i ngrefet kari, dikujt i ngrefet pilli. Po juve ju ngrefet bytha? Jo, vetëm kari. E kam seriozisht. E po të them. Lidhje ka. Vetëm kari. Sa kurioz, pane mund ngrefet edhe bytha, ku i di. Si mund të bëhet? Allahu na ruaj. Vazhdojmë me pyetjen e radhës. Kozak thot pyete Granden, a ndihet xheloz për Gjulion pasi nuk i ka lyer flokët? Edhe është natyral Gjulio, me thënë të vërtetën. Ti edhe bythët më kam thënë që mund t'i kesh bërë. Si thonë njerëzit. Kam bërë bythën më rozë, jo. Jo, bythën për shembull, e ke bërë me silikon apo e ke tënde? Jo, e kam temër. Një mesh. Po çoni janë koma dha, kush e ka trupin më të mirë? Çoje Gjulio. Po më le mos u çoti se ti s'ke. Çoje Gjulio vlla, eci kështu kot, rrotulloje çojnë rropt të dhas. Zemër, po do të shikosh mua, e di ku duhet të A jam ora, nuk po të thojmë të shikojmë lakuriqe se qive rropt. Do shikojmë kot si trupi gjatë ai shkurt. Çon. Ka minutë. O bajo!